ne kërkojmë që të zhvillohet një debat parlamentar brenda 2-3 ose 3 jave ose brenda një muaji, në mënyrë që Ministria e Financës, Punës dhe Transfereve, tashmë si Ministri vetëm e Financave, dhe Ministria e Punës të nxjerrët një rezolut, përmes të cilës ne Kuvendi i Kosovës tregon për cilat arsye nuk është nxjerrë ky akt nënligjor që e realizon këtë drejtën për përfitim të pensionit të dyfisht, për pasojat juridike, sociale dhe financiare të këtij mosveprimi dhe për nevojën për veprim urgjent të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, në këtë rast Ministrisë së Financave. Pra ne presim shumë shpejt që kryetarët e grupeve parlamentare, po kërkojmë edhe nga kryetari i Kuvendit që ta ushtrojë autoritetin e vet, I lejohet me rregullore edhe me kushtetutë që të thras një seancë. Legjislacioni në fuqi ju lejon qytetarëve të këtyre kategorive të drejtën për përfitimin e të dy pensioneve. Kjo drejtë është e konfirmuar dhe konsoliduar përmes praktikës gjyqësore deri në nivelin e Gjykatës Supreme. Të gjithë personat që arrin moshën e pensionimit nuk mund dhe nuk duhet të detyrohen të zgjedhin në mes të njërit apo tjetrit pension, por atyre ju takojnë të dy pensionet dhe rrjedhimisht nuk mund të mohohet e drejta në të dy pensionet. Kjo do të thotë që gjithë ata që arrin moshën e pensionimit e kanë edhe të drejtën që ju takon si kategori e dal nga lufta.